Përshëndetje të dashur dëgjues, mirë se erdhët edhe këtë të shtu në emisionin Hynesha, si zakonisht me ju jam unë Elvana Shala, edhe sonte bashk do të kemi përballë një hynesh dhe një profil të jashtëzakonshëm për shkak të faktit që ajo zotron hiç më pak se 6 gjuhë të huaja. Pra, mund të thuhet lirisht që me profesion është poliglote dhe ndër të tjera është ndër gratë e para në Kosovë që ka studiuar gjuhën persiane dhe përkthel gjithashtu këtë gjuhë në të gjitha institucionet e Kosovës. Me mua dhe me ju bashkë është Dardane Kryezio. Përshëndetje dashur, mirë se erdhe. Përshëndetje. Krahasimit pas në studio si je në këtë të shtunë. Kënaqësi me qenë këtu përballë teje, sigurisht. Shumë ndjenjë mirë për shkak se tu e pas parasysh sa gra edhe sa gra të forta kanë qenë këtu edhe kanë dhënë intervistë. Është shumë kënaqësi edhe privilegj. Është privilegj dhe nder edhe për neve, sepse e thash në fakt ke një profil jashtëzakonisht të rrallë për shkak të zotrimit të gjuhëve të ndryshme të huaja, por ajo që mua më ka bërë shumë përshtypje është studimet e tua në gjuhën iraniane, pra në gjuhën perse, që është jashtëzakonisht e rrallë në Kosovë që dikush ta zotroj këtë gjuhë dhe mbi të gjitha zyrtarisht të përkthej pothuajse për të gjitha institucionet e Kosovës. Para se të vim tek pjesa profesionale, Dardane dua të rikthej në fëmijëri, si ka qenë Dardania kur ka qenë fëmijë dhe a e ke menduar ndonjëherë që sot do të jesh pikërisht përkthyese zyrtare e gjuhës perse? Them drejtën, e kom pas një fëmijëri jo të lehtë, sikur dihet. Unë jam gjenerata e 91-shit edhe ato trazirat e lufta, gjitha ato. Ka qenë një fëmijëri interesante edhe thuj se s'ka shku 2 vjet, kemi qëndru me një qytet. 2 vjet e tjera me një qytet tjetër, pastaj në Shqipëri, pastaj kemi lëviz shumë si familje për shkak të rrethanave, edhe për shkak të punës babit, angazhimit, edhe ka qenë një fëmijë interesante me shumë ngjarje, po unë gjithmonë besoj që ato që të ndodhin në jetë edhe këto sfidat e këto krijojnë personin që je sot, edhe të bojnë. Mu më kanë bërë të fortë. Për shembull, nuk më ka ndodhur jeta është me sfida gjithmonë, mirë po. Mësimet e prindërve edhe ato këshillat e gjithçka më kanë bërë që sot me qenë këtu, me qenë një vajzë, një grua, një nënë e suksesshme, ashtu edhe në karriera, ashtu edhe në aspekte tjera të jetës, edhe me përballu çdo sfidë. Për shkak se po flet shumë për sfidat. Çka kujton nga sfidat, cilat kanë qenë ato ndoshta më të vështira që ty sot kanë ngelur në mendje në kohën e fëmijërisë tënde? Për shembull, për një kohë shumë gjatë, babi ka qenë jashtë, ka jetuar në Gjermani, rrethanat, si e përmenda më herët. Nana, për shembull, ka qenë vetëm me neve. Lëvizjet nga një qytet në tjetrin, nga një shtet në tjetrin. Pastaj kur shkova me studime të ciklit mesëm në Tiranë, atje edhe ku e kam mësuar gjuhën perse, kam jetu vetëm, domethënë në moshën pasi e përfundova klasën e 8, shkova atje vetëm, pa familjen. Normal ishin gjitha kushtet për një jetesë të mirë, të sigurt, për ndryshe zot më kishin lënë, po me jetu vetëm në moshë 3 është goxha sfidë e madhe. E vërtet. Po. Ajo më ka bo... Si ja dole? Cila ishte formula që ti ja dole me jetu vetëm në një moshë aq të re, me njerë pas klasës së 8, edhe mbi të gjitha me fillu studimet të shkollës së mesme, po pastaj edhe studimet e larta. Në gjuhën perse diçka shumë e rrallë. Pse pikërisht e zgjodhe këtë gjuhë? Të them drejtën, ka qenë rastësi, pasi përfundova klasën e 8, ka qenë një bisedë e zakonshme e babit tim me një shokun e vet, i cili e informoi për një kolegj që funksionon në Tiranë, kolegj iranian. Edhe ja propozon si kolegj i mirë, që ja ftson shumë vajzat, ka qenë vetëm kolegj i vajzave, edhe po vjen babi në shtëpi edhe po më thotë që kështu. Në atë kohë fjala kolegj ka qenë diçka shumë e madhe, atë s'kemi edhe pranova. Fillimi ka qenë shumë i vështirë, për shkak se në atë kohë ka qenë ende rruga e vjetër Kosovë-Shqipëri edhe kemi bërë goxha disa orë për me Nëse e rrezikshme. E rrezikshme me ato kthesat e me ato. Edhe mirë po vishin prindët e mi çdo 2 javë, fillimet e vitit të parë. Bashkë me prindët e vajzave tjera, vishin na vizitojshin edhe
na e lehtësojshin ato, na sillin ushqimet të Kosovës ose të nanave, kështu, na e kanë bu pak më të lehtë. Pastaj u ambientuva vitin e dytë, u ambientuva sikur u bëm një familje, sepse profesoreshat e shkollës në të vërtetë janë kujdes shumë për neve dhe na kanë bu me u ndje tamam si në familje dhe pastaj viti i tretë vetëm u bëni diçka shumë e zakonshme. E dija se unë do të më shku aty me vazhdu studimet. Edhe ka qenë përvojë shumë mirë. Kemi njoft shumë njerëz, kemi njoft, do të thonë kemi kriju shoqëri me vajzat që kemi qenë, se prej Kosovës ka pasur goxha një numër të madh të vajzave. Apo? Po, kam shoqe tash që E kanë përfundu të gjitha, apo e kanë lënë? Jo, e kam përfundu. Një pjesë e madhe kemi përfundu, ka pas disa pak 3-4 nëse mund të them që nuk kanë mujt me i vazhdu studimet për arsye të ndryshme familjare, por ne që i kemi vazhdu, kemi fitu shumë. Kemi mësu për një pjesë të botës që nuk e kemi ditë më herët. Ka qenë një unë atë periudhë. Jo, hera e parë ose për ndoshta si hemërsisht. Ditën e parë që ke nis këto studime dhe fjalët e para që ke filluar me i mësu të kujtohen? Po. Të duke vështirë? Shumë, për shkak se edhe shkrimi është për neve, mund të themi mbrapsht, po për ata është mbar. Stilin arab. Po. Cilat ishin fjalët e para që i ke mësu? Ka qenë drejtoresha e shkollës, njëkohësisht edhe gruaja e drejtorit. Ajo, përshëndetje si je, mirë faleminderit, përshëndetje si jeni ju. Do të thonë, përshëndetja e para. Edhe e mbaj mend gjatë gjithë orës kanë qenë këto 3 fjalit të shkruara në tabelë, edhe secila prej neve nxancëve është dashur me i thonë, derisa në të vërtetë them na është ngulit në kokë që për një javë rresht vetëm ato fjali kemi thonë saqë si është në gjuhën iraniane, mund t'i thuash për ne? Salam, خوب هستی؟ ممنون من هم خوبم. شما چطوری؟ Domethënë është kjo. Shumë e vështirë. Jo, tash beso atëherë kam thënë që shumë e vështirë, për tash nuk e di, nganjëherë e nxo veten edhe mendoj persisht edhe ëndrat të shoh persisht për shkak edhe të punës, pastaj dinamikave që tu e fol shumë kështu. Flitej gjatë gjithë kohës në kolegj gjuha persa apo keni folur edhe shqip? Jo. Mësimi, domethënë në gjuhën perse kemi pas lënd 5 herë deri në 6 herë në javë. Nëse mungoj ke ndonjë profesoresh e lëndve tjera, për shkak se kolegji ka qenë gjimnaz i vërgjithshëm. Edhe nëse mungoj ke ish drejtoresha aty, zëvendësoj edhe për neve ish më mirë, mësojshim diçka shumë, se nuk e mësojshë vetëm gjuhën, po gjitha aspektet edhe kulturën, si të përsis lash, si tash, gjithçka domethënë, ish një profesorët kishin ardhur nga ai vend apo kush ishte legjërues? Drejtori dhe drejtoresha kanë qenë iranian, pjesa tjetër gjithë kanë qenë shqiptar. Po aq mirë dinin me spjegu, me të bukur atë lëndë dhe e kemi kap në fillim shumë mirë, e kemi përqafu, na ka pëlqyer shumë. Prandaj them që sot për shembull jemi në gjendje me fol, tashti fati që unë kur erdha në 2010 në Kosovë, masi përfundova studimet, Ministria e Punëve të Brendshme dhe disa zyre tjera, organizata tjera që punojnë me refugjat, më kanë kontaktu, fat ka qenë, shumica e shoqeve të mia të gjeneratës tem, ato nuk ishin në Prishtinë. Besoj se kur të kishin qenë ato do të kishin pas mundësinë me punu edhe se kur të punon edhe e shtjellon, e mëson më shumë, e zgjeron atë. Mandej më ke tregu prapa kamerave natyrisht kur u takuam dje për të dakurduar për realizim të emisionit që edhe e ke vizitu Iranin. Tregon pak për atë eksperiencë. Më tha që të karo kogja disa ditë me qëndru atje, tregon pak si e gjete vetën në Iran, një pjesë komplet tjetër të botës. Ndryshe. Pasi përfundova studimet, ishim një grup i vajzave, cilave kur është po për herë të parë udhtimi në Iran, atëherë si kemi pas mundësit shumë të mira për më shku financiare them. Pastaj herën e dytë, si studente e atij kolegjit, na u dha mundësia edhe më shku me vizitu. Mirë po, kemi marrë pjesë edhe me një seminar në cilin kanë marrë pjesë 54 shtete të botës, se cila me përfaqësu shtetin e vetë edhe ka qenë tema me tregu rolin e gruas në shoqëri, në baza, si them, jo në baza fetare, po në aspektet ndryshme të jetës. Kanë dashur me ditë në Kosovë si është roli gruas i femnës, edhe shkova,
bashkë me disa shoqe tjera të Shqipërisë. Ato flisin për Shqipërinë, unë flisja për Kosovën, për rolin e gruas, ka qenë eksperiencë shumë e mirë. 12 ditë kam qëndru. Ka dita e 2, të 3, që ashtu diçka fillova me ndje mungesën e jetës që shije me mësu, po. Më e mene kom pas. Si zhvillohe jeta në Iran atë kohë? Sepse në fakt në media botërore përshkruhet si diçka totalisht ndryshe nga pjesa e Evropës, Amerikës dhe vendeve të zhvilluara, po si është në realitet. Është ashtu siç përshkruhet në media? Do me thënë aq ekstreme në aspektin fetar, në çdo aspekt tjetër, sidomos për gratë. Ne, si vizitor apo si musafire që ishim të fakultetit, që na kanë ftu, ka qenë pritja shumë e mirë, kemi vizituar vende të rëndësishme, neve na kanë dërguar pikat më të mira, apo me prej kulturën, historinë, që na sa më shumë me mësu, ishte kërkesa jonë në fakt, në cilat vende duhemi vizitu, pak a shumë i dinim. Pritja ka qenë e mirë, normal kodi veshjes është për gjithë jekushi atë lesën, po. Gjatë gjithë kohës keni qëndruar në Mbulesa? Po, gjatë gjithë kohës, normal. Sa kemi dalë për shkak prej dhomës hotelit, apo banesës ku kemi qëndru, ka qenë e detyrueshme ajo Mbulesa. E kanë të gjithë detyrim edhe të turistët të shkojnë në Iran? Në aeroport, domethënë, momentin kur futesh në aeroplanin që ka me zbrit në Teheran, apo në Teheran zakonisht, ti jepet Mbulesa. Nëse nuk e kemi vete, ti jepet Mbulesa. E kemi ditë për shkak, unë po të them, kemi njoftu me Iranin, me rregullat me shtetin, gjatë viteve të studimit, për mu nuk ka qenë, as për shoqet e mia që kemi qenë bashkë, nuk ka qenë diçka ekstreme, po i kemi pranuar ato, për shkak se përsi alo është tash, ka qenë diçka botërisht e njohin e din, mirë po normal rrjedhat e politikës kohës, ato që e kanë bot veten, i kanë ndryshu, për mu nuk ka pas ndaj diçka, unë jam kënaq, kom shëtit, kom pa histori, vende mira vjeçare, edhe ka qenë eksperiencë shumë e mirë. Kam kalu shumë mirë. Sot, Dardane, ki 2 fëmijë, ende të vegjël natyrisht. Sa e sheh mundësinë që ata njëri prej tyre do të ngjajnë me dëshirën për të mësu gjuhën edhe kulturën e Iranit? Shumë kisha pas qef. Edhe është një diçka që në përdore me fëmijët tonë kohën, sa i flas në italisht, sa spanjisht, sa turqisht, greqishtën halas kom fillu, do të me fillu me mësu, dhe edhe në persisht disa fjallë që janë për shembull si ma të përditshme i përdori, kanë fillu dhe ata me i përdori. Edhe djali është ai që i pëlqen mas shumë t'i gjuhë, është edhe për shkak të moshës, është ma kurioz, ka qef me ditë, edhe shpesh shumë pyet, mami ose kur më shen shpejt të punu online të përkthy, mami thot, edhe unë du me mësu, thënë kam qef, edhe më vjen mirë, ashtu, natyrisht. Se normal me e pasu, në Kosovë jemi një numër i vogël që e dim, edhe më i vogël që përkthejmë. Që përkthejmë tamam si ishte në gjitha instancat e shtetit. Kështu që është diçka e rrallë. Prej nga kjo dëshira për të mësuar kaq shumë gjuhë, edhe sepse në fakt në studime keni komplet tjetër, keni pas tjetër drejtim, domethënë keni studiuar për shkenca politike, për gjuhë angleze, studimet e larta, po prej nga kjo dëshira për të mësuar kaq shumë gjuhë edhe për t'i praktikuar, do të thoya në vazhdimsi. Historikisht, prej moshës, unë në klasën e 5 kur fillu me mësu gjuhën në angleze, se tash fillojnë më herët, por në atë kohë, jam dallu për kapje në gjuhëve shumë lehtë, thot. Kam qenë dallu me në gjuhë. Pastaj motra ime madhe, si e re, e ka mësu italishtën, e ka fol, edhe ka dhënë mësim kurse fëmijëve në italisht. Pastaj kur ke edhe në familje persona që flasin gjuhë tjetër, është më po. Edhe pas këtë pasi një lloj tradite familjare. Si tradit, po. Edhe ton ku për shembull me motrën, kemi pas gjajën, ku pas jashtë në Gjermani, kur vi kemi interesuar prej vogël, domethënë, ndërkohë që prindrit çfarë lloj profili kanë? Babi im është tash veteran i UÇK-s, i luftës, ka qenë prej moshës re i burgosën politike, gjitha këto andetar shumë i madh, edhe gjithmonë të vrapu mas shtetit, mas çështjes për shtet, për republik, po, edhe jam rrit me një frym atë dashurie shumë të madhe. Ndërsa nana ambise, ne jemi një familje shumë e madhe, edhe na kanë mësuar shumë gjëra të mira, na kanë
bo fëmijë të mirë, me dash vendin, me dash njëri tjetrin, me dash mësimin, besa babi im ka përfundu edhe për gjuhë shqipe. Aja është si një lloj profesori në shtëpi, edhe ushtarak, imagjinoj tash, një person goxha strikt, po në atë kohë na u kanë duk shumë, jo babi i vështirë, po tash them, bab faleminderit për gjithçka, edhe nanës. Natyrisht që ka shërbi për të mirë një jetë mirë, gjithmonë. do të kemi kohë edhe shumë çka tjetër për të folur edhe për të shpalosur, jo vetëm për të kaluarën tënde, por edhe për të tashmen dhe perspektiven tënde e së ardhmës, me njërë në pjesën e dytë me hapjen e kartave të jetës tënde, ndërkohë që për të gjithë ata që janë duke na dëgjuar në radio, ne nisim këtë emision me një pikë muzikore, ju asesi mos u largoni nga valët tona, sepse pas pak poliglotja Dardane Kryesiu do të hap kartat e jetës së saj. Miq të dashur të Radio Kosovës, jemi sërish bashkë në emisionin Hynesha, me ju jam unë Elvana Shala, e sonte përballë me është Dardane Kryesiu, poliglotja e njohur dhe një nga njohësit e para dhe të vetme gra në Kosovë të gjuhës perse, e cila tani do të bëj hapjen e kartave të jetës së saj. E dashura i gati. Po. Të zgjidheni kartë nga e kaluara në fillim, në mes, në fund, ku të duash. Ti e zgjidh dhe ma jep mua. Shkon me të mesit, ha? Hajde, të provojmë. Jepni një situatë, në fakt, jepni një shembull të një situate në të cilën ju do donit të ishit sjell apo ndir ndryshe. Në të kaluarën tënde, sigurisht ke pasur situata të ndryshme, qoftë në aspektin personal, qoftë në ato profesional, por cila është një prej tyre në të cilën ti do doje të ishe sjell ndryshe, nga ajo që je sjell në realitet. Kom pas shumë, po unë njem si person që fali shumë. Edhe e di vetën edhe më thonë, nuk më bëj nate. Më jam bo shumë pa drejtësi, në punë, ndoshta në shoqëri e kështu. Mirë po, përtoj me majti natë, ose përtoj me mos mi folë, për shembull, nëse në raportin, po them përgjithësi, tashti kur po bëjshë nanë, kur po rritëshe, edhe po i shyshe gjanat më ndryshe. Edhe kur më kujtohen këto, them, sa bre kom falë që ka bim, apo që të ratia, apo që të person, po, që ma ka bu që gjo, edhe them, si kur t'isha prap, nuk të kësha falë, se pas ka qenë shumë e rëndë, po, normal me moshën, nuk i ndirë shumë gjana, po, rrethana edhe, po, në përgjithësi jam person që fali edhe që s'du me mbajti natë. Ka një situatë konkrete që do të mund të ndojë me ne që dikur në kaluarën e ke falë, si që po thua, por po të ndodhë dhe sot, do t'a bëje? Po, ka pas ndodhë me disa kolegët punës që i kam ndihmu, ndoshta kanë arrit shumë për shkak një fjale apo një propozimit tim që e kom bu për to, për të ngrit më lartë, për me marrë një pozitë më të mirë, edhe se kur linda vajzën, normal pauzova një kohë, edhe kur u riktheva, po ashtë një situatë kretë ndryshe, pa djeni, pa e ditë çka po ndodhë, qysh, për shkak se jetojmë me një shoqëri, për fat keq, jemi shumë paragjykos, egoist nga një herë, edhe s'doj me pa tjetrin, sa do pak nëse arrin, s'doj me pa. Edhe më ka pas vraja situatë fjallë që s'janë vërteta, po e kom te i kalu, po tashtem nuk do të me bo ka shumë tolerime. Për shkak se mësoj me dhe fëmijët e mi. Ke ndryshu me kalimin e kohës, jeta është tjetër person, ke më shumë kufi, do të thoja, tjetës tënde? Po, me moshën, po. Natyrisht, është e bukur kjo kur arrim të kuptojmë nga gabimet tona dhe të ndryshojmë natyrisht për të mirë. Edhe me mësu tjetë në këtë rast fëmijët edhe ata që vinë pas teje. Po mbi të gjitha vetën fillimisht. Sigurisht, po. Çka thotë tashmë me këtë pikë, zgjidhni një kartë. Në cilat situata e keni të vështirë të thoni po, si ka ndodhur? Të them po, në cilat situata? Kur më kërkohet me zgjedhje ndoshta mes familjes edhe karrierës, për shembull më shtofruni mundësi punë shumë e mirë po i kisha ende fëmijët e vegjël, edhe po them si përkthyse, si pak përkthyes që ka Kosova në gjuhës perse, më shtofruni një mundësi shumë e mirë, po
ishin fëmijët, jetesa, rritja e tyre, apo karriera, edhe hajde kështu po jo, vendosa që mos t'i zgjedh, domethënë Mos me i thonë po, mos me i thonë po, një ofertë shumë të mirë, të cilët janë çudit krejt shoqënia që më njohin e kështu, edhe vazhdova me jo afërsi jetës familjare, bashkëshortore, fëmijë e këto. Po e kundërta, në cilat situata e ke të vështirë të thuash jo? Kur më kërkohet për me ndihmu dikend, e kam shumë vështirë, e po të pamundër, po Ivan, nuk e di, janë të shprehje që i përdorim, domethënë, i del, domethënë del nga vetvetja kur të kërkohet për me ndihmu dikën. Ndoshta edhe profesioni i tillë, që kur të punon me refugjat, edhe kur të vinë edhe të kërkojnë, kur e jep për ta shpresa e vetme, e zgjidhjes problemeve tyre, kom bo gjithçka domethënë që më ndihmu. Nuk më i thonë jo kur më kërkohet ndihmë. Natyrisht. Meqense se ke punë vazhdimsi me refugjatët, si trajton shteti këta refugjat sipas perspektivës tënde, meqense ne nuk ka shumë kohë që vetë shteti i Kosovës ka qenë populli i saj, ka qenë refugjat në vendet ndryshme të botës, ende jetojmë me plagët e luftës, me të kaluarën, ende ka shumë raste të pazgjidhura, qoftë të dhunimeve seksuale, qoftë të vrasjeve në Kosovë, të zhdukurve. Si trajton Kosova si një vend e cila e ka përjetuar vetë këtë fakt? Të më drejtën prej vitit 2011 që jam e kyqur me organizata ndërkombëtare edhe lokale të shtetit Kosovës që japim ndihmë për refugjat, tu pas parasysh në gjendje financiare të shtetit në përgjithësi, që si e kemi çdo refugjat, çdo person që ka ardhur, ka kërkuar ndihmë, shteti i Kosovës gjithmonë ka qenë i gatshëm me ndihmu, me aq sa ka pas. Për shembull, një refugjat që vjen, sidoqoftë rruga e tij ilegale apo legale, kur kërkon ndihmë nga shteti i Kosovës, ata e trajtojnë të barabartë sikur persona të tjerë që kërkojnë, domethënë që janë me ndihma sociale nga shteti, është trajtimi i njëjtë, sepse aq kemi mundësi si shtet. Edhe një befasu gjithmonë për të mirë, për shembull, vjen një refugjat, e ka ndihmësin social, avokatin, personal vetën, domethënë që i ndihmon në çështjen e tij për aq kohë sa ai qëndron në Kosovë. Përkthyesen në këtë rast, unë që shkoj çdo herë që vinë, më ka ndodhur më shku në për shumë në kufi, kur kanë ardhur që i kanë zënë, s'kan ditë asnjë gjuhë tjetër, dhe gjuhës anëtare. Morën gjysmë natës, morën herët, morën çfarë do lloj kohe, kur ka qenë nevojshme, shteti ka qenë aty për ta, ka ofruar ndihmat të fillimit. Kemi raste të atilla ku shteti i Kosovës i ka përzën disa prej tyre? Jo, nuk kemi. Ka pas raste që kanë qenë raste pas dyshime, kështu mirë, po gjithmonë janë trajtu në mënyrën më të mirë të mundshme, ashtu siç e meritojnë. E kanë marrë azilin të gjithë ata që kanë ardhur si refugjat, apo ka të tillë që nuk i është dhënë? Po flas për pjesën time të personave persishfolës që vinë nga Irani, Afganistani, një pjesë e Pakistanit që e flasin gjuhën që e flasun, që përkthejon. Shumica atyre vinë vetëm si tranzit për Kosovë, për shkak se e përdorin këto rrugët ilegale që njihen tashmë, për shembull Iran, Afganistan, Turqi, Greqi, Shqipëri, Maqedoni, Kosovë për dalë në Evropë, Serbi, Hungari për dalë tutje. Edhe janë vetëm tranzit. Domethënë përdoren kufirin e Kosovës vetëm si tranzit për dalë në Evropë. Edhe ka ndodhur, për shembull, ka pas raste specifike që kanë qëndruar më gjatë për shkak të ndoshta probleme shëndetësore, mendore e tjera, po shumica qëndrojnë shumë pak kohë, sa të forcohen të marrin pak para ose ndihma prej shtetit të Kosovës për të vazhduar tutje në shtetet e Evropës. Vende tjera. Mirë, çka thotë ardhmja dhe e fundit për këtë raund? Krejt me të mesit e filloj Dardania. Hajde. Në lidhje me 2/4 e mëparshme merrni parasysh shembullin më poshtë. Përcaktoni qëllimin për të cilin do të punoni, kush është personi të cilit do t'i kërkoni mbështetje teknike apo ndihmë praktike dhe pse ai person. Është Dardania person që kërkon ndihmë tek të tjerët zakonisht apo preferon që gjërat ti arrish vetë? Fillimisht provoj vetë me arrit. S'kam qef me ngarku se me vendos dikon me një pozitë që
apo ndihmon apo jo. Fillimisht provoj vetë, pastaj po nuk gjeta zgjidhje, ka pas shumë raste që mu më ka beku Zoti me pas kolegë shumë të mirë, edhe kolegë shumë të mirë ndër vite, edhe që më kanë ndihmu shumë, edhe më kanë mbështet kur për shembull s'ko mujt më shku në seancë ose diçka, ka qenë një arsye goxha e fortë, për shembull fëmijët ose diçka, po më kanë kuptu, më kanë mirë kuptu, edhe kanë shty seancën për ditë tjetër e kështu, po shumë rrallë ndodh, mundohem me qenë e përpikt, thash për shkak të profilit punës që është me persona. Ndërkohë që e ke një qëllim të caktuar për cilën ti do të punosh dhe duhet kërkosh ndihmë te një person specifik në një të ardhmen të afërt. Po. Cili është qëllimi dhe cili është personi? Nëse vazhdoj të punoj në këtë drejtim, këtë profesion, po, normal për shkak se është temë shumë e ndihshme, puna me refugjate, kështu është temë e ndihshme edhe po, normal. Do të kërkoj. Cili është qëllimi i caktuar? Ndihmoj sa më shumë, domethënë sipas mundësive që i kam, ti ndihmoj sa më shumë personat cilët ju duhet ndihmë edhe flas gjithmonë për punën. E ke menduar ndonjëherë që të hapësh diçka të ndën personale, ndonjë fondacion ose diçka të tillë që do të merret gjithmonë me refugjatët? Ose ndonjë zyrë ligjore të përkthimit që po, është edhe ajo, kam bashkëpunime me shumë kolegë që përkthejmë bashkë në organizata të ndryshme, që të hapim një zyrë kështu, mirë po obligimet familjare këto, nuk më të jepin mundësinë dhe asnjë po. Mirë po pse jo? Mirë, ne urojmë që në një të ardhmen të afërt të gjitha aspiratat edhe dëshirat tuaja të bëhen realitet. Tregom si je në këtë pjesë, me që është fundi i raundit të parë të hapjes së kartave. Mirë, shumë rehat. Po mësojmë shumë çka nga ti dhe eksperienca jote, sidomos në raport me Iranin. Është koha për të gjithë ata që janë duke na dëgjuar në radio, të vazhdojmë tutje emisionin me një pikë tjetër muzikore, më pas rikthehemi me raundin e dytë të hapjes së kartave të Dardane Kryeziut. Me që jemi sërish bashkë, kemi ardhur në raundin e dytë të hapjes së kartave të mysafirës sime personte, Dardane Kryeziu. E dashur, a je gati për raundin e dytë? Zgjidhe një kartë nga e kaluara. Hajde po shkojmë nga fillimi tash. Me të parat, a? Hajde. Në lidhje me atë që sapo diskutuat, çfarë ju pengon? Njerëzit, situatat apo rrethanat? Në gjithçka që diskutuam për të kaluarën tënde, që nga fillimi deri në këtë moment. Në situatat caktuara, çka të ka penguar më shumë, njerëzit, situatat apo rrethanat e krijuara? Nëse e veçoj aspekt profesional, kanë qenë njerëzit cilët për shembull kanë pas mundësi me zgjidhni çështje, po vetëm për shkak se kanë pozita apo kanë pak fuqi mbi diçka, stagnojnë edhe nuk t'ju japin zgjidhje. Është e çuditshme, thash edhe më herët, kur të shes që pak ke mri, pak ose je person që je më i butë. Më i butë, kështu sikur tentojnë me pse jeti ç'është. Po kupton pse po mundesh ti më ja dalë, sepse ti po futesh gjithkohë edhe po del pa problem, në çdo lloj sfide, çdo lloj apo pse po ndihmon ti në diçka që nuk takon ty. Ti rre aty edhe bëj punën për cilën paguhesh. Po flas në punën me refugjat, nuk ka, po paguhesh për këtë punë dhe bëj. Duhesh jashtë vetes me dalë për me ndihmu, me bëj zgjidhje edhe me i dhon njerëzve atë që ndihmën që kërkojnë. Ke një rast të caktuar të veçantë që mund ta ndash me një nga refugjatët që ti i ke përcjellur gjatë gjithë kësaj kohe? Do një histori? Po, është interesant sepse kur vinë prej shtetit Iranit, edhe ju flasë, domethënë gjuhën e tyre, mbesin kështu, edhe më pyesin, a je shqiptare, a je Iranit? Them jo, shqiptare. Ka pas raste ku nuk më kanë besu. Ndoshta për shkak se unë e flas tamam theksin sikur iranian të pastër, edhe nuk më kanë besu. Tashti e dim që nëse ikin ata, nëse ka iranian që ikin prej shtetit tyre, janë ato arsyet e luftës, e fese, ato ndryshimet, edhe nuk kanë qenë rahat derisa kanë vërtetuar që unë jam prej Kosovës. Do të thënë ka ndodhur që është dashur edhe ai din me tregu. Me frikën që po ju bën ndonjë frikë se po këto kanë qenë situata që do të thënë kanë bërë derisa jo mundu më u shpjegu që unë jam me Kosovës, kështu ka qenë historia ime pse e di gjuhën. Po jo, po flet shumë mirë, po flet si me qenë atje. Edhe ende kam, do të thënë, ende
kështu çuditën kur ndëgjojnë të fol fillimisht. Cila është historia më e dhimbshme që ke dëgjuar nga një refugjat iranian që ty të ka ngel në mendje, ka qenë e vështirë dhe ta përkthesh? Shumë ka shumë. Për shembull kanë qenë nana shtatzane që kanë thonë që nëse nuk na leni me kalu, domethënë na ktheni mbrapa në shtetin e origjinës, do ta bëj këtë veprim ta lëndoj vetën fëmin. Kjo ka qenë në fillimet e mia në stacionet e policisë kur shkonim, edhe unë nuk pata të meru se ajo e shpreh me aq shumë, domethënë bindje që po nuk më lat me kalu, se po më kthyt, unë do ta bëj këtë, me veprime, me kështu. Po, pastaj të shku, të mësu, të e pa që dikush është edhe e përdor për me arrit ato të vetat, po shumica janë në të vërtet persona që kanë kalu në për shumë vështërsi Një ferë të vërtet. për shkak se tash tërkohës, për shembull, e ndjek lajmet, e ndjek zhvillimet, e di se çka ndodh, kulturën, historinë, të gjitha e di edhe normal arrin me një pikë kur për shembull kur kom pas shumë raste kur avokati apo psikologja që kam qenë me ta në seancë, pardone, ç'është po ta mërvenja ty, se ti ja një kulturën, ja një edhe ka qenë, domethënë, mbesonin në Çdo është me thonë edhe ti një lloj verdikti final. Po, a thu po se të vërtetën apo diçka, për shkak se edhe Kosova, siç thash, nuk është vend që mundet me prite, me mbajt për një kohë gjatë, për shkak kushteve rrethonave që Natyrisht. Sa dallon kultura e Iranit me kulturën e Kosovës? Ose të shqiptarëve në përgjithësi? Dallon shumë, por kemi edhe disa pikat përbashkëta. Kemi, për shembull, janë disa mikpritja, mikpritja që shqiptarët njihen për mikpritje historikisht. Janë njerëz me ata të cilët unë kom punu ose gjatë viteve, për shembull, gjatë viteve studimeve këtu, njerëz të qetë, njerëz të butë, dashamirë, po mikpritin e kanë ndër gjanat kështu ma që të përbashkëta me ne. Mikpritin e kanë shumë të mirë. Mirë. Çka thotë tashmë në këtë pikë, zgjedhë një kartë. Hajde, po shkojmë të fundit. Hajde. Formimi reaktiv është një mekanizëm mbrojtës në të cilin një person sillet saktësisht e kundërta nga ajo që ndihet. Për shembull, kur një person është shumë i pasigurt dhe i friksuar, ajo sillet në mënyrë arrogante dhe provokuese. Kur dhe si e përdorni formimin reaktiv si mekanizëm mbrojtës, jepe një shembull. Seç më dukesh që nuk je fare person i tillë. Jo. Po të them prapë do të më kthy të puna se sa vite punë edhe situata primat ndryshmeve. Kur kam shku me një ambient tri me persona që si kam njoft, edhe jom prezantu se kam fillu punë shumë e re, domethënë me sa përfunduar shkollën e mesme, erdha në Kosovë në 2010, edhe kur u fut zyre në sallën, çka do që ishte, ti e përkthyesja, ti e kështu, sikur Ju ke dukë shumë e re? Shumë e re, ti mundesh më na ndihmu apo kështu, edhe po disa e bënin me qëllim, disa pa qëllim. Ata që bënin me qëllim thjesht vazhdoja të thosh, ok, në rregull ardhare, ti bën tonë, e vazhdo mos e lë më të ndiku, për shkak se një fjalë ose një fjalë e keqe, një fjalë e mirë, një buzëqeshje, diçka të ndikon sa do përdon punën tonë, po. Edhe ishte para se më futi seancë ose mirë po. Ka pasur momente që si shkak i kësaj e sjellur në mënyrë arrogante? Po, ka pas shumë, për shkak se ka qenë një rast në shtanë 2012, ka qenë një fluks goxha i madh i refugjatëve në atë kohë, edhe kanë qenë të vendosur për shkak se qendra e azilit ka qenë e mbushur plot, i kanë vendosur në disa hotele që janë vendosur vetëm ata, s'ka pas të përzier me persona tjerë. Edhe pronari i atij hotelit e pash që nuk do kemi bashkëpunu me neve si organizat, që shkun për me dhënë ndihmën atyre, edhe këta janë të mitë, këta janë të onë. Ata ishin të Kosovës, tjetër që po e përdorin për shembull hotelin, apartamentet e tij, edhe ne ka pas penguar punë. Edhe unë të dasht me vazhdu me bo ato që gjithmonë e kemi bo, për shembull procesin prej fillimit deri në fundmarrjes në pyetje krejt. Ai po peshosh që ton kohën po m'dalon, po se çfarë interesash ka pas, ai e din. Mirë po
Kom pas shumë kështu që kanë stopu, apo vetëm se është Dhe është pastaj me u sjell krejt ndryshe. pastaj me kolektive, me u bo shumë e madhe, që se askush nuk guxon me marrë në pyetje përveç instancat e shtetit, zyrat e këto të Ministrisë Punëve të Brendshme. Nuk guxon askush, nuk guxon ata me bisedu me askën, se gjithçka mund të më ndodh, ose më përdor për të keq, ose për Jo përdor për situata për situata politike, gjë që nuk lejohet. Edhe e kom pas pa vetën të luftu, mirë po u dashke se ishte programuar ajo se Ja dolët në fund ta realizonin punën tuaj? Sigurisht, pastaj për një periudhë shumë të shkurtër, patëm zhvendos ata persona, edhe ka vazhdu gjithçka në rregull, po vetëm se vetëm se është burr, mashkull apo drejtori i një diçkaje, sikur unë çka të vendosi, unë çka të Mendon që e ka fuqinë e plot. Po, mirë po se ashtu. Mirë, çka thotë e ardhmja dhe e fundit për këtë raund? Në lidhje me dy kartat e mëparshme, merrni parasysh shembullin më poshtë. Në lidhje me ato që po diskutoni, çfarë ndryshimesh të vogla pozitive do të futni në rutinën tuaj të përditshme për të ndryshuar cilësinë e jetës dhe për t'ju ndihmuar të arrini ndryshimin për të cilin po përpiqeni. Po më flet gjatë gjithë kohës për shumë angazhime gjatë punës, edhe për përkushtimin tënd ndaj dy fëmijëve tuaj. Por në një të ardhme të afërt, cilat janë disa ndryshime të vogla që ti do të fusësh në rutinën tënde të përditshme? Që nuk je duke i bërë tash. Ndoshta vetë se kam fillu, por në aspektin e punës, ndoshta me pas me u aftësu, apo se me thonë, më mësu me i vrejt njeriun prej fillim, me ble në fillim personin me cilin ka me punu, apo që me ditë se Si me reagu me të sa mundesh me i besu. Me i besu, apo po them se kur fillon moshë të re, sikur ata tjerët me përvojë shumë. Je më e pafajshme. Po, edhe ndoshta po them bën gabime apo diçka. Mirë po tash ndodh që kur të futemi në ambient të ri që kam me përkthyer ose diçka, fillimisht ndalem, mendoj nuk flas shumë, e lë personin apo tjetrin me fol që me njoft me ditë me ble situatën, e pastaj me ditë me reagu, sepse puna ime është shumë e ndihshme, është me refugjat, është me njerëz që kanë ikë, ndoshta veç me një par rroba në trup, edhe ti duhesh me qenë vetëm për ata. Sa të ndikon emocionalisht në jetën tënde personale, gjitha këto histori dhe gjitha këto situata që ti i sheh edhe i përkthen. Se duket sikur kur ke të bësh me kategoritë e ndihshme, futesh edhe vetë në të njëjtin rol dhe nuk është shumë e lehtë ti te i kalosh, edhe kur kthehesh në shtëpi. Si ke reaguar ti, sa të ka ndikuar ty në personalitetin tënd, gjithë kjo punë dhe gjithë historitë tragjike do të thoja që i ke dëgjuar të rrita. Ka ndikuar shumë. Mbaj mend ishte pas 2 viteve që kom pas një kontratë pune intensivisht, do të thonë punë me orar të plot, me refugjat. Mbasi përfundova projektin, kur pash garderobën time komplet ishin rroba gjëra, gjata, duke mundu me përshtat kulturës edhe të veshjes personave. Edhe për një moment, them, unë s'pas na kur gjuhë diçka që, për shembull vishemi ne, apo ndonjë mbrëmje, apo diçka speciale. Gjitha rroba gjëra, deri në fund, apo kështu, që me qenë sa më afër tyre, apo, do të thonë, me gjata këto edhe gjëra. Edhe thash, more po unë, se jam shqiptare. Shqiptare. Po, mirë po kemi pa, do të thonë vetën që kemi po gjithçka në çdo aspekt mundshëm, kemi po gjithçka që me qenë sa më afër tyre. Edhe ka pas raste kur dëgjoshim raste ekstreme të fëmijëve, përreshje fizike, për shembull fëmijëve që ishin prind në Kosovë, fëmijët i kishim në shtet tjetër, ka qenë shumë e rëndë. Edhe mas u bëna non, ju më edhe më ndihshme si person. Ndoshta edhe ajo persona refugjate kanë vrejtë që isha unë pika e parë referente që vinin te unë. Ndoshta edhe për shkak gjuhës, po edhe ajo ndjeshmëria ajo që okay, hajde po ndihmoj, kush problemi? Ka ndodhur për shembull fëmijëve refugjat ku marr me u pastru ndoshta thojt ose diçka fluk një u krej ose se komplet çush janë për shembull fëmijët e mi, edhe më thoshin shefat apo
Dardane kështu nuk ban, mos u let shumë me ta. Thash po s'po muj që jo nuk ban se lëndosh apo prekësh pastaj. Po Sa ka qenë përkraja e bashkëshortit, një pyetje të fundit në këtë pjesë, në gjithë këtë rrugtim, sepse jo i lehtë. ka qenë shumë e madhe. Ka qenë shumë e madhe. Prej fillimit kur më është bo oferta, fillimisht ka qenë ajo, na është bo oferta për me mirë prit në aeroport kur kanë ardhur me grupe të mëdha, edhe fludrimet kanë qenë vonë 12-1 natës. Edhe na e tim si shqiptar, si që jemi, që puna për shembull për gratë, për nanat mas orarit apo kështu nuk është që pranohet shumë lehtë, mirë po të pas po them edhe një bab shumë mbështetës, po edhe burrin bashkëshortin shumë mbështetës, që Nuk ke pas problem. pas asnjë të lashër, për shembull, jam kthy vonë, jam shku herët, është marrë me fëmijët, është marrë me shtëpinë, ka qenë mbështetje. Mos kish qenë bashkëshortit. S'tem nuk Është zakonisht. Mirë dashur, në gjithë këtë rrugtim jo të lehtë se jetës tënde dhe të punës jo të lehtë që e bën, sepse me një nga kategoritë më të ndjeshme ndonjëherë do të thoja të shoqërisë siç janë refugjatët, sa ke kohë për artin edhe për muzikën? Sa dëgjon muzikë Dardania dhe ju pashkas po ta bëj këtë pyetje? Dëgjoj ndoshta s'po di. Tani veç mos më thuaj që po e dëgjon edhe muzikën iraniane. Je lidhur deri në atë masë? Dëgjoj edhe afgane dhe iraniane dhe të lindjes mesme, domethënë se kur të jenë atë botë apo din ke njëri për atë vend apo ata njerëz, lidhesh edhe me artin e muzikën. Dëgjoj për shkak se më ndihmon edhe shumë në artikulimin e gjuhës. Po, është shumë edhe filmat. Po rrallë, për zotin me fëmijët vegjël është pak problem me pas kohë, them hajt i ratoj fëmijët, punë të shtëpisë edhe tulem, ta shoh një film, po 10 minuta, 5 minuta, edhe gjumë se gjitha e lodhe, gjitha ajo. Po tash po rritën fëmijët edhe sigurisht shumë. Mirë, cila do të ishte një dëshirë muzikore që ne mund ta plotësojmë vetëm për ty sot, po jo iraniane se nuk besoj se kemi. Diçka nga fonotika shqiptare. Mu pëlqen muzika e lehtë shqiptare shumë. Dhe kur shkoj tash në për dasma që rastis ishte tash më një dasëm të fundit, edhe ishte një grup shumë i mirë i Kosovës, se kisha dëgju ndonjëherë të këndu atë grup në dasëm, po aq mirë e ka sjell muzikën e lehtë shqiptare, sa që jam befasu, edhe kemi shumë këngë. Kush është grupi? Strings, nëse s'ka bërë. String, një këngë e tyre apo cila? Një këngë e tyre, ishte një grup i shumë i mirë që më kanë pëlqyer. Një përzgjedhje shumë e bukur, unë do të los deskun e muzikës që dëgjojmë një nga këngët e grupit String, vetëm për dëshirën e hyneshës sime për sonte Dardane Kryziu, ndërkohë që ne rikthehemi vetëm pas pak me raundin e tretë dhe të fundit. Kemi dëgjuar kështu bashkë grupin String, vetëm për dëshirën e hyneshës sime për sonte zonjës Dardane Kryziu, e cila po besoj tani është gati për raundin e tretë dhe të fundit. Zgjidheni një kartë nga e kaluara. Në lidhje me ato që keni diskutuar, a keni ndonjë gjë pozitive që keni ndërtuar nga këto situata? Në gjithë karrierën edhe jetën personale të kaluarës tënde, sigurisht ke shumë situata pozitive që ke ndërtuar dhe që i mban mend. Po, ka pas shumë. Po them, jam person që mundohem me po zgjidhje, me ndihmu, edhe tash shumë personat me cilët kom punu edhe sigur refugjat, po edhe kolegë të punës, sari shoh, një farë përshëndetje e ngrohtë, një farë respekti, një farë, edhe ndale mendon, them, për këtë arsye domethënë për shkak se kom bo punën shumë mirë, kom punën si punë, ndoshta edhe pastaj pjesën e shoqërimit edhe të pauzës ato këtë tjetër, mirë po më thojnë gjithmonë ke qenë shumë e perfekt, shumë e saktë, edhe më japin gjithmonë feedback shumë të mirë. Në ke ndihmu këto apo këtë situatë ke zgjidh, mos kishe qenë ti, janë fjalla shumë mira që t'japin goxha. Motive dhe për më tutje. Për më tutje, e vërtet. Mirë, çka thotë tashmja në këtë pikë?
Humori është një mekanizëm i avancuar mbrojtës në të cilin një person shpreh hapur idetë, veçanërisht ato të pakëndshme, duke u fokusuar në argëtimin ose ironinë e situatës. Për shembull, një person që ka një sens të keq drejtimi dhe humbet rrugën, shpesh mund të tregojë ndonjë shaka dhe të thotë gjëra të mira për veten e tyre. Kur dhe si e përdorni humorin si mekanizëm mbrojtës, jepë një shembull. Kam përshtypjen që në gjithë punën tënde të vështirë që e bën të çdoditshme, humori është pa diskutim ndoshta pjesa që më shumë ti nevojitet situatave të tilla. Ke pasur gjatë përkthimeve të ndryshme me refugjat edhe momente që ke përdorur një lloj sensi të humorit të situatës aktuale në cilën ndodheshe? Po, ka pas shumë, edhe kjo ndodh zakonisht me personat që janë të rinë mosh, edhe sikur ulesh, ja propozon, ja tregon për shembull procesi si ka me shku, edhe nuk e kanë fort interes, apo edhe morën me shaka, pastaj vendosesh me një pozitë që more bëj shaka dhe unë ta kalojmë apo të ri Kthehemi në seriozitet. po ka pas shumë raste e persona të cilët je futë në zyre, në seancë, të qesh, ke vazhdu të qesh, është kry ajo puna, mirë po prap kam vazhdu, ka raste të ndryshme. Cila është një rast që mund ta ndash me ne që është kthyer gjithçka në humor pavarësisht që ndoshta është dashur të jetë super serioze? Për shembull, ka shumë raste kur bëhet intervista nga Ministria e Punëve të Brendshme që ti ja tregon si shkon procesi, cilat janë hapat që duhet me ndjekë krejt, për shkak se kur vinë në Kosovë kërkojnë azil, me qëndru në Kosovë, për mik, ndoshta pjesës tjetër. Mirë po, ka ndodhur që kemi shpjegu gjithçka çka, edhe në fund ka thonë, po nëse po du me qëndru në Kosovë. Po pse na lodhe? Pse nuk na the prej fillimit? Po nuk e dita, po na ta shpjegom. Po unë mendova që edhe domethënë ka vazhdu një orë gjysmë seanca, s'po them tash i harxhime, po koha ajo, kjo energjia gjithçka. Jo, more, unë s'du me qëndru në Kosovë. Do të thënë ju ka dëgjuar deri në fund dhe fond përgjigja ishte s'do me qëndru në Kosovë. Sa që do me qëndru në Kosovë. Edhe unë thësha, pse mos me qëndru, Kosova është shumë e mirë. Po, kemi plan tjetër kon më shku. Thësha, ju më rënë në Kosovë dhe Kosova është shumë e mirë. Ka pas. A ka raste që kanë qëndru në Kosovë? A kemi shumë azilant afgan, iranian në Kosovë? Jo. Jo. Shumica janë vetëm Tranzit. Nëse kanë qëndru thash për shkak të qenieve shëndetësore, kushteve materiale këto. Pse mendon që nuk zgjidhet Kosova nga ta përtjetuar? E shohin pak a shumë të njëjtë me vendin e tyre apo si qëndron situata? Gjithmonë përgjigja atyre është kemi nevojë për mundësi më të mëdha të punës, të punësimit, për një jetë më të mirë, se secili për një jetë më të mirë. Natyrisht. Edhe kreti dinë që në Evropë, në Gjermani, Itali, këto mundësit për punë janë më të mëdha. Edhe për shembull ka pas persona që kanë ardhur nuk e kanë ditë që kanë ardhur në Kosovë. Për shkak të një rrugëve ilegale që i kanë sjell. Edhe nuk jemi ditë as që ekziston Kosova. Sigurisht janë një pjesë aty e asaj shëtmie që nështë as nuk janë shkolluar, po diçka. Mirë po, ata që vinë edhe din, thonë, jo, vetëm ne kemi përdor rrugën për të ardhur edhe për të shkuar në Evropë, për shkak të mundësive që jemi. Natyrisht. Mirë, dashur, çka thotë e ardhmja dhe e fundit fare për këtë edicion. Përndryshe shumë shpejt ja more durën kartave. Në lidhje me dy kartat e mëparshme merrni parasysh shembullin më poshtë, përcaktoni një qëllim për cilin do të punoni, kush është personi të cilit do t'i kërkoni mbështetje emocionale, kësaj person në veçanti. Për ta ndryshuar pak, se është e njëjtë me një kartë paraprake që ti sapo përgjigje, kur ti ke nevojë për mbështetje emocionale, kush është personi i parë që Dardania i kërkon ndihmë? Përveç bashkëshortit normal që jemi me një shtëpi, babai, nana, edhe motrat. Janë, domethënë për gjithçka. Unë kam motra shumë, jemi familje madhe, edhe ka pjesa e familjes burrit, ashtu jemi familje madhe, edhe ata e kanë mbështetje shumë. Më ka ndihmu në çdo aspekt. Kam pas më shku në punë. Më kujdes për fëmijët, burri për shkak ka qenë punë, s'ka pas. Edhe familja e burrit, motrat, nipat, mbesat kanë ndihmu shumë. Pa ta, edhe pa familjen time, i mundu në çdo aspekt, në çdo minutë më ndihmu, që unë me mri në seancë, me mri për shku me jap ndihmën edhe kontributin tim. Edhe jem shumë falendëruese ndaj tyre. Natyrisht. Ka pasur momente në jetë Dardane që ke menduar ta lësh këtë punë për shkak se të kanë ngarkuar emocionalisht? Ashtu edhe ka ndodhur në fakt. Projekti i fundit ka qenë shumë stresues, shumë punë, ngarkesë shumë e madhe,
Nga ana tjetër fëmijët më të vegjël kanë qenë, si tash të bëhet ndoshta 3 vite e pak që ka përfundu, puna me orar plot them. Edhe kom arrit në një pikë që të e ditë vetë kapacitetin që kam, edhe të mos të leju koha me i mri ato, ka qenë shumë sfiduese për mu. Edhe erdha me një pikë, diskutova me familjen, me gjithë që unë fillu me ndërprej punën, për shkak se krejtojnë fëmijët një herë rriten. Edhe po që se s'kalon kohë me ta, s'mundesh me kthye kohën mbrapa. Çështja krejt kishim pas qef me kthye kohën mbrapa, po është e pamundur. Asnjë kohë s'kthehet në fakt, edhe është mirë të kemi mundësi ta shijojmë dhe ta jetojmë momentin në maksimum. Mirë, dashur, ky është fundi i hapjes së kartave të jetës tënde në 3 perspektiva. Tani krejt në fund tregom si po ndihesh bashku përplasëm në etapa të ndryshme të jetës dhe në situata të ndryshme që ti ke kaluar që nga fëmijëria deri në këtë moment. Ka shumë interesant më rikthy, edhe pse janë për jetën e për vështirësitë e për sfidat, e pse dojmë ndoshta edhe me një shoqë kur dalim ose me një familjarë ose diçka, po kështu radhë, rend me rend, nuk më ka ndodhur, më ke kthy goxha përpara. Unë të falenderoj shumë për gjithë qiltërsinë tënde që e tregove gjatë këtij emisioni dhe për punën e mrekullueshme që bën me një nga kategoritë më të ndjeshme të shoqërisë botërore, do të thoja, siç janë refugjatët. Të uroj shumë sukses edhe bashkë po besoj që do të takohemi edhe herave të tjera. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi. Shpresoj që të takohemi prapë. Faleminderit shumë. Faleminderit. Të dashur dëgjues, kemi qenë kështu në një bashkëbisedim shumë të veçantë, ndryshe nga të tjerët dhe shumë të këndshëm me poliglotën e njohur të shtetit Kosovës, Zonjën Dardane Kryziu, e cila ajo që e karakterizon më shumë është njohja e saj e gjuhës persiane ndër të rradhat gra në Kosovë, që përkthen institucionalisht për të gjithë refugjatët që vinë nga ajo pjesë krejt ndryshe e botës. Me mua Elvanën dhe një ynesh tjetër, bashkë takohemi javën tjetër. Deri atëherë, gjithë mirat.